secilën paraqitje që unë kam pas, përfshirë edhe të tjerë të cilat unë i kam dëgjuar, ka pasur raste të cilat unë nuk kam arritur që t'i dëgjoj. Ne kemi thënë që janë 2 rrethana kur vendi shkon në zgjedhje në rastin e presidentit. E para kur kalon 60 ditë, dhe ky nuk është rasti sepse nuk janë përmbushur 60 ditë, ne vetëm sa kemi nisur procedurat sepse kushtetuta i përmend me nisjen e procedurave për zgjedhjen e presidentit. Dhe në anën tjetër, kur në raundin e tretë asnjëri kandidat nuk arrin që të marrë votat për të bërë president. Pra nuk ka një rrethan siç e kemi pasur ne, lutem vetëm ta përfundoj, nuk ka një rrethan siç e kemi pasur ne ku nuk ka quorum, sepse deputetët nuk e zbatojnë gjykimin e gjykatës kushtetuese që kërkon që t'jenë aty, dhe në rast se nuk vinë seancë të arsyetojnë mungesën e tyre. Fjalët që unë i kam thënë në foltorën e kuvendit, gjithsesi gjatë kryesimit të kësaj seance, nuk janë fjalë të cilat i kam shkruar unë. Janë gjykimi i gjykatës kushtetuese të cilën e kam lexuar në seancën për zgjedhjen e presidentit. Deputetët e kuvendit të Republikës Kosovës mendoj që duhet t'i praktisin këto forma të tyre që pamundsojnë konstituimin e institucioneve. Ju e dini që situatën ngjashme kemi pasur edhe vitin e kaluar me rastin e mos konstituimit të vendit, pastaj votimit të qeverisë, por tash e nisëm mirë mbar, por ja që doli dekreti për shpërndarje të vendit dhe ne jemi në një situatë të tillë, edhe një herë tras gjykatën kushtetuese pa dashur që të kuptohet kjo si ndonjë ndërhyrje, por situatat aktuale janë të tilla që nevojitet vigjilencë, vëmendje, shpejtësi, profesionalizëm nga ana e gjykatës kushtetuese dhe natyrisht thras që të gjithë ta lënë gjykatën kushtetuese që ta bëj punën e saj, sepse jam e bindur që në rrethanat të tilla gjykata mund të vendoset në presione nga kushdo, prandaj është e rëndësishme që gjykata ta bëj punën sa më profesionale dhe sa më shpejt, sepse është e rëndësishme që kuvendi të vazhdoj punën.